qa bebe? Ku jetë? A je mirë si je? A je mirë të dhej? Mirë se erdhe. A je mirë? Bebe, që kjo është komplet i fundit. Ndodhemi në një otë të Drenicës. Ky është Vehbi Xhane. A ka pas përkrahi prej popullatës lufta Shaban Pollujës. Rrugovën e kam vlerësu, respektu, dasht ples të Drenicës. E ka studiu Pjetër Bogdanin. Ta ka marru katedralen, ka shku bo misime me papën. Idrizi ka pas kontaktet vazhdueshme, si unë, Gjaferje, Fadilje, në aktivitete kemi shku me vetura tona. Për kanë thirë Hamit Jasharin, babën e këtij Musës së Sahitit. Hajde me rej thes mjellë, se ja dishin gjendjen, djemë në malë. Jo, tha, unë kam edhe gjysë thesi, jep një dikuj që s'ka hiq. Cili ka qenë aktiviteti dhe veprimtaria juj në raport me familjen Jashari dhe më përgjithësi për kazën si ngjarje dhe si epopenë fund? Nuk vënoj shumë, erë delegacioni pej qendrës, pej kryqësisë LDK-s, në krye me profesorin Femi Agani. Idrizi ka qenë njeri shumë i veçantë, ka qenë trimi urt, i qetë. Zoti trujt edhe herë dhe falenderës, ty edhe familjen tonë. Falenderës shumë, edhe rrugë të trujt, falenderës. Për këto dhe shumë të tjera, këtë dështun në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.